A keni në shtëpi sherebel, trumz ose mente? Këto janë tre bimë shumë të njohura në traditën popullore dhe janë përdorur prej kohësh për shqetësime të ndryshme të rrugëve të frymëmarrjes. Në këtë video do flasim për sherebelën, trumzën dhe mentën, çfarë përmbajnë, si përdoren tradicionalisht dhe çfarë duhet të kemi parasysh përpara se t'i përdorim. Dhe që në fillim dua t'ju them diçka të rëndësishme. Bimët mjekësore nuk zëvendësojnë trajtimin e mjekut. Ato mund të përdoren si pjesë e kujdesit tradicional, por nëse keni astmë, vështirësi në frymëmarrje, kollë të vazhdueshme ose një problem tjetër shëndetësor, duhet të ndiqni këshillën e mjekut. E para, sherebela. Sherebela është një nga bimët aromatike më të njohura në kuzhinën dhe kopshtet tona. Ajo ka një aromë shumë karakteristike dhe gjethet e saj përmbajnë vajra esencial dhe përbërës të tjerë bimor. Në traditën popullore, sherebela është përdorur shpesh për fytyn e irrituar, kollën dhe shqetësime të lehta të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Një nga mënyrat më të zakonshme është përgatitja e çajit. Për një çaj të thjeshtë mund të përdoren disa gjethe të thara ose të freskëta, të cilat hidhen në ujë të nxehtë dhe lihen për disa minuta. Është më mirë të mos e ziejmë gjatë bimën, sepse kështu mund të humbasim një pjesë të aromës dhe përbërësve të saj. Sherebela përdoret gjithashtu tradicionalisht për shpëlarje të gojës dhe fytit, por duhet pasur kujdes me përdorimin e sasive të mëdha. Pra, sherebela është një bimë shumë interesante për ta pasur në kopësht, jo vetëm për kuzhinën, por edhe për përdorimet e saj tradicionale. Bima e dytë është trumza. Trumza është një bimë e vogël po me aromë shumë të fuqishme. Ajo përmban vajra esencial dhe përbërës bimor që janë studiuar për vetitë e tyre. Tradicionalisht, trumza është përdorur veçanërisht për kollën dhe shqetësimet të rrugëve të frymëmarrjes. Çaji i trumzës është një nga mënyrat më të njohura të përdorimit të saj. Mund të përdorim trumzë të freskët ose të tharë, të vendosim në një filxhan me ujë të nxehtë dhe ta lëmë të pushojë për disa minuta. Një pije e ngrohtë mund të ndihmojë edhe në shqetësimin e fytit dhe të na japë një ndjesi rehatie, sidomos gjatë periudhave kur është ftohtë. Trumza është gjithashtu një bimë shumë e dobishme për kopshtin, sepse është relativisht e lehtë për t'u kultivuar dhe mund të përdoret gjatë gjithë vitit pasi të thahet. Por, edhe këtu vlen i njëjti rregull. Nuk duhet ta konsiderojmë trumzën si zëvendësim të ilaçeve ose të trajtimit mjekësor. Preferon më shumë natyrë malore për t'u zhvilluar. Dhe tani të vim te një bimë që pothuajse e njohim të gjithë. Menta. Ajo rritet shpejt, ka aromë të freskët dhe është një nga bimët më të përdorura për çajra. Menta përmban mentol, i cili është përgjegjës për atë ndjesinë e freskët që marrim kur e konsumojmë. Çaji i mentës përdoret tradicionalisht për të shqetësuar fytin dhe për të dhënë një ndjesi freskie në rrugët e frymëmarrjes. Aroma e saj e fortë bën gjithashtu shumë të këndshme për përdorim në çajra bimor. Një mënyrë shumë e thjeshtë është të marrim disa gjethe të freskëta menteje, t'i lajmë mirë dhe t'i vendosim në ujë të nxehtë për disa minuta. Mund ta pijmë të ngrohtë dhe nëse dëshirojmë, mund t'i shtojmë pak mjalt. Por duhet të kemi parasysh se mjalti nuk duhet t'u jepet fëmijëve nën 1 vjeç. Sherebel, trumzë, mente.
Të treja këto bimë kanë një vend të rëndësishëm në traditën tonë. Sherebela njihet veçanërisht për përdorimin tradicional për fytin, trumza për përdorimin tradicional në rastet e kollës, ndërsa menta për aromën e saj freskuese dhe përdorim tradicional për fytin dhe rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Por është shumë e rëndësishme të mos mendojmë se një bimë mund të shërojë çdo problem të frymëmarrjes. Nëse një person ka vështirësi në frymëmarrje, gulçim të fortë, dhimbje gjoksi, temperaturë të lartë ose simptoma që vazhdojnë, duhet të kërkojë këshill mjekësore. Dhe për personat që vuajnë nga astma, mos e ndërprisni asnjëherë trajtimin e përshkruar nga mjeku për ta zëvendësuar me çajra bimor. Bimët mund të jenë pjesë e bukur e traditës dhe kujdesit të përditshëm, por shëndeti kërkon gjithmonë kujdes dhe përgjegjësi. Nëse keni sherebel, trumz ose mente në baçen tuaj, mos i lini pa përdorur. Mund t'i thani dhe t'i ruani për muajt e ftohtë, në mënyrë që t'i keni gjithmonë pranë për një çaj të ngrohtë. Dhe tani dua të di nga ju, cilën nga këto 3 bimë përdorni më shpesh në shtëpi? Sherebelën, mentën apo trumzën? Shkruajeni në komente, sepse ndoshta përvoja juaj mund t'i ndihmojë edhe njerëzit e tjerë që ndjekin këtë kanal. Nëse ju pëlqejnë bimët mjekësore, kopshti dhe këshillat nga natyra, abonohuni në Baçja Magjike dhe aktivizoni njoftimet, sepse këtu do të vazhdojmë të sjellim bimë të tjera dhe përdorimet e tyre tradicionale. Shihemi në videon e radhës. Faleminderit që ishit me mua.